Policia e Shkodrës ka shpallur në kërkim një 32 vjeçar nga Shkodra pasi dyshohet se me datë 13/4/2026 në sheshin Prekcali, duke drejtuar një motomjet ka përplasur një 47 vjeçar që lëvizte me biçikletë. Si pasojë e aksidentit, ciklisti është dëmtuar dhe po merr mjekim në spital jashtë rrezikut për jetën. Në një tjetër rast, një 59 vjeçare është dërguar në spitalin rajonal të Shkodrës pasi dyshohet se ka konsumuar mbi dozë medikamentesh. Ajo ka marrë mjekim dhe ndollet jashtë rrezikut për jetën. Materialet për këtë rast janë referuar prokurorisë për vlerësim të mëtejshëm. Policia ka referuar gjithashtu në prokurori materialet për disa raste të lidhura me lëndë narkotike. Në një rast, një 23 vjeçar nga Vlora u arrestua pasi gjatë kontrollit fizik u gjet një sasi e dyshuar kanabis sativa. Në një tjetër rast, një 23 vjeçar nga Shkodra u procedua pasi gjatë kontrollit në automjet u gjet një sasi e dyshuar kokainë. Po ashtu një 20 vjeçar nga Shkodra u procedua pasi gjatë kontrollit fizik u gjet një sasi e dyshuar kanabis sativa. Ndërkohë, në kuadër të kontrolleve të qarkullimit rrugor, një 74 vjeçar nga Puka është proceduar penalisht pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.